Ka mjaftuar një kontroll i befasishëm nga Ministria e Shëndetësisë dhe inspektorëve të antikorrupsionit pranë kryeministrisë që të vendosej për shkarkimin e Gjergji Arizajt, drejtorit të Spitalit Psikiatrik Vlorë. Nga ky kontroll brenda një kohe të shkurtër janë zbuluar shkelje në këtë institucion. Kontrolli u bë pas informacioneve për gjendjen problematike me të sëmurët dhe abuzimet që kryeshin në institucion me tenderat apo me punësimet, ndërkohë që shkelje të shumta janë konstatuar dhe në shumë sektor të tjerë. Këto shkelje kanë shkuar deri në rastet e punësimeve të reja pa kontratë. Burimet bën me dije se pritet që të nisë dhe një hetim nga prokuroria për shkak se dyshohet se një pjesë e tenderave kanë qenë fiktiv vetëm në letra dhe jo realisht, ndërsa pritet që të vendoset një ekspert për të verifikuar nëse janë realizuar. Sipas të njëjtave burime, Arizaj është i pari drejtues që shkarkohet për shkelje edhe pse ka qenë ndër të fundit drejtues të emëruar në këtë institucion. Ndërkohë që ka vërejtje dhe për bashkëpunëtorët e Arizajt, financierin Viktor Naka dhe juristin Bledar Hoxhaj. Arizaj me profesion dentist, ndërkohë është dhe antar i Këshillit Bashkiak për Partinë Socialiste në Vlorë.